Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në 10 netët më të mëdhaja të vitit. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ka një thënie që thot fundi i çdo një adhurimi të madh është hala më i madh se vetë adhurimi. Na e dim se sa e madhe që është vlera e muajit të bekuar të Ramazanit, por megjithatë 10 ditët apo 10 netët e fundit të Ramazanit janë edhe më të mëdhaja se ditët e para apo të mesme të Ramazanit. Por thot Ibn Rajabi, edhe pjesa e fundit e këtyre 10 netëve të fundit është hala më me vlerë se sa fillimi i netëve brenda këtyre netëve. Por edhe vetë nata e fundit e Ramazanit është hala më e madhe se vetëtiut netët e para të 10 të fundit. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në transmetim që transmetohet thotë se Allahu azza wa jalla në natën e fundit të Ramazanit liron robërit e tij nga zjarmi i xhenemit. Allahu gjithëve na bëft nga ata. Të dashur vëllezër, atë që duhet të theksoj këtu është kajmaki i gjitha adhurimeve, kajmaki i gjitha ibadeteve, çelësi sekret që ti me mujt me hy në listën e banorëve të xhenetit dhe në listën e njerëzve ku Allahu atë listë ka mi aqu xhehenemit e ka mi thonë o xhehenem, ti përgjithmonë këto njerëz s'ki drejt mi i djeg asnjëherë. Allahu na bëft nga këta. Ama cili qenë ka i qels të menduarit mirë për Allahun azza wa jall. Me mendu mirë për Allahun azza wa jall. Adi shtash qelej pak sytë. Qysh me mendu mirë për Allahun azza wa jall? Shtash kur foli për këtë temë, kur foli për xhenet e xhenem, ti kështu edhe me mkshir mua edhe mirë o gjë, like e ki? Ja, se ke kuptu meselën. Qeli sytë. Ndëgja. Ti dush me ndjej qëtu në zemrën tonë se Allahu edhe ty me emër me mbiemër ka me qëtit e qajë listë edhe ka me shkryt Muhammed, Hasan, Hisen, Ahmed, Shakir, Bilal, Ebu Bekër, Omer, Osman, Ali, filan, qëti në emrin tënë, banë njetë. Se nëse me ndonë se kjo është për dikan atje dikun dunjo, ti s'ki me ndu mirë për Allahun azza wa jall, se Allah edhe ty do në me të përfshi në këtë listë. Andaj Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu e thotë thënjën e tij historike: Ma an'ama Allahu 'abdan bi ni'matin a'zama minha ba'da la ilaha illa Allah bi husni dhannihi bi rabbih azza wa jall. Thotë s'ka nimet më të madh pas shahadetit me të cilin Allahu e bekon robin e vet se sa nimeti dhe begatia e falës gjithë natën, falës gjithë ditën, jo. Se sa nimeti dhe begatia ai me mendu mirë për Allahun azza wa jall. Na këto ne du të me mendu mirë për Allahun, duke mendu në këtë formë se Allahu neve ka me na liru nga zjarmi i xhenemit. Dhe se na këtu jemi qunë kom, bura e graj, madhe i vogël, me punë, me dunjo, me obligime, me angazhime, na dhem koma, na dhem midisi, rim kom për të madhin Zot, edhe me përjashtu veten nga ky privilegj, kjo është me mendu keq për Allahun. E kundët atë me qenë. Se na i themi Zotit ton të madh, o Allah, na kemi ardhur dhe insistojmë në lutjen tonë,
që emrat e tona t'i fusish në këtë listë, të na lirojsh nga zjarmi i xhenemit e të na bësh banor të xhenetit për gjithmonë. Me të liru nga zjarmi i xhenemit është më e madhe se Allahu me t'i fal gjunat. Se Allahu mundet me t'i fal gjunat çtash. Tu dal te xhamia për një barkundra nazime, kina zanat. Apet mundesh me bëj gjuna. Ama Allahu me të liru nga zjarmi i xhenemit për gjithmonë, do me thonë të edhe me bon do njëherë gjuna, kur të shkësh te xhenemi do të ka dalë ti filan, emri ato shtu zguxoj ti me djeg. Ty s'mundem me të kallë me zjarm xhenemi. Zoti ta ka liru ftyrën tonë dhe nga zjarmi i xhenemit vitin 2025 në muajin mars. Në filan natën, nga natët e mëdha 10 e fundit, Allah na bëft nga ata. Hajde vetë mendim mirë për Allah. Se prej këtu duke mendu mirë për Allah, ndryshon gjendja jote, ndryshon qasja jote, ndryshon edhe kijami jote, ndryshon edhe sjellja jote, ndryshon edhe duaja jote, ndryshon edhe sadakaja jote, ndryshon edhe namazi jote, ndryshon edhe sjellja jote, edhe qasja jote për Rabbul Alaminit. A di se Allahu Azza wa Jalla thot inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, Allahu i don të ubejit. Ti thu Allahumma inni etubu i lejk. A thuti ja muqallib el kulub, thabbit qalbi ala dinik. Veç ndrej mendimin dhe përjetoj edhe shoj këtë dua se Allahu gëzohet me tauben tonë. Dhe Allahu kur gëzohet me një rob të veten, Allahu ma kur nuk i dhërohet me atë rob. Allahu na dash gjithve e u gëzoft me taubet e tona. Të i mendojmë thelpsisht gjerat dhe ndodhit. Me mendu mirë për Allahun, se Allahu dua tona ka me i pranu. Jo vetëm mi bo, jo me i rutinizu. Jo vetëm mi bo pëse i bëjnë të gjithë. Përse këtë namaz, këto dua, këto lutje, i bëjmë me bindje të thellë se Allahu lutjet e tona ka me i pranu e neve, do të na gradon me xhenet e do të na privon përgjithmonë nga zjarmi i xhenemit. Ama e gjithë kjo fillon nga mendimi i mirë për Allahun Azza wa Jall. Shifeni pyetjen e Aishës radhiyallahu anha. I thot burrit vet, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja Resulullah, 10 e fundit. Thot më mësoni dua që duhet me bë në këto net. 3 llafe duaja. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 llafe. 3 llafe ja thot. Ajo e lip duan më të madhe me cilën ka me fitu xhenetin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jep xhevapin me 3 llafe. Neve kur i thëna këto 3 llafe, pak na duan se na dojna një shleper derse na sjate për me një xhenet. 3 llafe me mendim të mirë, u krys lumturia jote për gjithmonë është. Veç mendimi i mirë mungon. Kjo është sekreti i duas tonë. Këtu fillon suksesi jonë, kur na të mendojmë për Rabbul Alaminit. Pa mendu mirë për Allahun Azza wa Jall. Ne edhe sadaka ne e rutinizojmë, e japmi, e kina obligim fakt. Jo. E bëjmë këtë sadaka se kemi obligim, se e gëzojmë Zotin. E bëjmë këtë namaz se e kënaqë namaz Zotin tonë, se Allah ka me na i pranu, ka me na ndryshu gjendjen, ka me na dhonë shëndet. Ai cili ka mendim të mirë për Allahun, ndryshe i bën duan kur e lut Allahun që Allahu mi dhonë evlat edhe nëse s'ka 20 vjet evlat. Ama kur e bën duan, ai ta provoj, se më ka thonë hoxha, ta provoj, si ta e pazari mirë, se han pa s'ka lidhje, s'u kur gjë. Ai që është i smund kur e bën duan, me mendim të mirë karshi Allahut, qoftë edhe smundje e kancerit, pasha një Allah, ai pa i çu ballin prej sejdës Zoti i përgjigjet lutjes tij. Çka është për Allahun me zhduk një kancer nga analizat e tua? Asgjë. Asgjë nuk është. Çka është për Allahun me të ndryshu gjendjen tonë kur ti me mendim të mirë i qasësh lutjes tonë dhe i drejtohesh të madhit Zot dhe i thua Allah, unë kam fukarallëk plus për pasurit, ma largosh këtë brengë, me mendim të mirë që Allah ka me ta pranu. Andaj Aishës radhiyallahu anha xhevapin jep shumë të thjeshtë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, saqë ndonjëherë mund dal me majt një ligjërat për këtë
Edhe na xhallar të hamendemi dhe themi, ave xhamati dhe mendojnë se dashta veç me tregu. Jo. Veç me kalu diçka, të kalojnë ato minutat sa janë, çka janë. Jo pasha një Zot. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, oj gruaja jeme. Thuaj, o Zoti jem, Allahumme, shifeni, Allahumme, ti o Zoti jem të cilit unë i drejtohem me lutje, me namaz, me dua, me kërkesë, kjo do me thonë, ti o Zoti jem, ti o i adhuruar im, të cilit i drejtohem unë me çdo sen çka kam nevojë. Kjo do me thonë llafi, fjala Allahumme lafdhul xhelale. Allahumme, ama, kur dalet çka Allahumme, për këto dallon mesela. Kur ta ndjesh, inneke afuun, ti je falës. Afu është një emër nga emrat e mëdhaja dhe të bukur të Allahut azza wa jall. Falës. Çka do me thonë falës? Ai fal gjitha kërkesat tona dhe nevojat tona që na atij ja drejtojmë. Ai fal. S'ka kush ndalat. Ai është Malik el Mulk, mbreti suprem i gjithçkajt. Ati s'ka kush i përzit mbretëninë e tij, në vendimet e tij edhe në faljen e tij. Andaj thu inneke afuun. Andaj prej këtu i fillon edukata edhe etika e duas kashi Rabbul Aleminit, kur i thua Allahu azza wa jall, se na nuk i mësojmë emrat e Allahut azza wa jall. Na i thëna Allahumma ente rrahmanu ishfini, ente l-ganiju ishfini, o Zot ti i pasuri mu shëron. Etika e duas me thonën Allahumma ente shafi feshfini, ti e shërues o Zot më shëron mu. Allahumma ente l-ganiju aghnini, o Zot ti e i pasuri më pasëra. Allahumma ente l-ghafuru faghfirli, ti e falësi, mua mi falë gjënat e mia. Shikoni, e përmendim një Tejmia këtë mesele të emra dhe cilësit Allah dhe mendimi i mirë karshi Zotit dhe edukata dhe tërbia e besimtarit si drejtohet Rabbul Aleminit. Andaj thonë dietar, men kane billahi a'raf, kane lehu akhwaf. Ai që një më mirë Allahun azza wa jall, ai më shumë i friksohet Zotit. Dhe më mirë një madhështinë e tij dhe madhërinë e tij. Dhe suazat asaj njohi i drejtohet krijuesit të vet, Allahut azza wa jall. Tuhibbul afwa, shifeni, e mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Aisha thotë thuaj Allahut, ti o Zot e don falën. Allahu kur ta doje falën, drejtoj Allahut me këtë kërkesë me bindje të thellë se Allahu ka me dashur edhe falën tonë. Dhe sa herë na e kemi bërë këtë dua, e na ka shku mendja se Allahu shtash këtë dua tonë dhe falën tonë që e kërkojmë ka me dashur. Atë ka shku ndonjëherë ndërmend. Ti thush Allahumma inneke afuun tuhibbul afwa. Edhe në vetë ta ndjesh atë se Allahu edhe kërkesën e falës tonë e don. Se Allahu e don falën. Pse e përjashton vetën? Pse thunë ndoshta e ndoshta? Ibn Kaimi rahimullah thot etika e duas është insistimi i robit në kërkesën që a drejton Rabbul Aleminit, madje sa që thot edhe është mekruh në dua me thonën insha Allah. Që mi thonë Allah nëse don të i falma mu. Jo o Zot thot falma mu. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Shifani? Kjo është fau ta'qibi thënë në gjuhën arabe. Kjo është faja e cila është insistuese dhe lidhëse dhe e njëhershme. Do më njëherë mu falma. Shtash ti majsi e ti o Zot jem falës, majsi ti o Zot jem e do në falën, mu më njëherë e falma. Dhe gjithve neve më njëherë na e falë o Zot. Me mendu mirë për Allahun azza wa jall, o vëllezër, se do të bëhet situata jonë më e mirë, se do të kemi evlat të hajrit, se do të kemi ardhmëri të mirë, se do të harujmë dinin e Zotit, se Zoti neve do të na ruan, e do të na udhëzon ka e mira dhe ka e mbara, dhe ka ajo e cila dhe me të cilën Zoti jon do të jetë i kënaqur me neve.
Të dashur vëllezër, në këtë mbrëmje e kemi një kërkesë për gjithë. Një kërkesë për gjithë. 2 recitatet e para, pastaj 3-tin dhe të 4-tin u lut kush ka dashur më lut. A ka mundësi për i Zotit? Në çdo recitat në këtë namaz të natës. Na ta bëjmë një hedije për vëllezërit e tonë në Gaza. Që në rukun tonë, në sejdën tonë, në duan tonë, të lutemi vetëm për Gaza. Ama kretë së bashkë, kur të lutemi, me mendim të mirë, që Allahu Azza wa Jall ato ka me i liru nga ai zullum dhe nga ajo keqe dhe nga ky gjenocid që ushtrohet mbi ata. E që Zoti t'u largon çdo sherr dhe çdo bela nga koka e tyre, vallahi billahi me bindje të thellë, a tham në këto net të mëdhaja. Pasha një Allah, nëse na e bëjmë këtë me mendim të mirë, t'jeni të bindur se Allahu Azza wa Jall ka fuqi absolute, që të thotë kun feyekun. Ti largon ato zullumqar nga ai vend i shenjtë, ti largon ato njolla nga ai vend i pastër dhe i bekun. Të lutemi në sejdën tonë, ai që s'din le të thotë Allahumme Gaza. Zoti jonë e din njetin tonë. Le të thotë sejdë Allahumme Gaza, Allahumme Filistin. Këtë kemi ndodhur. Kjo është ajo që neve na mundsot. Vallahi, një shishe ujë me dash me çu, s'mundemi me çu. Dhe çdo muslimanit i shkërmot zemra kur i sheh atë që e sheh. Dhe i mërzitet zemra kur e sheh atë që e sheh. Por kjo është realiteti dhe na me këtë realitet duhet të sillemi dhe të gjejmë mekanizma se si mundemi të kontribuojmë. Jo të bimë në depresion, jo të shahemi mes vete, jo të ofendojmë mes vete, jo t'ja bëjmë mzi dhe gazeb ditë njëri tjetrit duke ofendu shkaku i Gazës. Ata njerëz nuk janë sinqert. Ata si dojnë as banorët e Gazës nuk na dojnë as neve. Ai që i dojnë banorët e Gazës gjenë formë dhe mënyrë se si mu solidarizu me ato. Ajo që na mundemi të e bëjmë, është tani të bëjmë dua për ato. Sidomos tani në këto recitatet që na kanë mbet, i afrojmë Zotin pjesës së tretë të natës, tani burra, e gra, e fëmijë, të ri, e të moshuar, të pasur, e të varfër, të shëndosh, e të smund. Vallahi unë e di se këtu ka shumë musliman të mirë. Ndikujt Allahu ka më apo dua, ka bu. I bindur jam Rabbul Aleminin se gjithë këto musliman që e kanë prish gjumin, e kanë ardhur këto, vallahi kanë ardhur vetëm për razit Zot, për rizat Zotit. E Allahu Azza wa Jall atë dashuri dhe ato duat e atyre njerëzve evlia nuk i kthen brapa. I bindur jam se këtu ka qasi besimtar. I bindur jam se këtu ka qasi besimtare, qasi nana, qasi bashorte, qasi muslimane, që i shkërmot zemra dhe kur me sinceritet do t'i drejtonë Allah me këtë lutje, Allahu nuk ka kthen duan bashkë. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kështu thot Zoti jon. Thuaj o ti pejgamber, kur robët e mi do të pyesin për Allahun, thuaj atyve se unë jam shumë afër. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Thot Allahu i madh, ju përgjigjem duave të duaxhive kur ata mua më drejtojnë me dua. Zoti ma thot, ujibu da'wata da'i. Ju jap gjevap, ju përgjigjem kërkesave të robërve të mi, duave tyre, kur ata mua më lusin. Hajde ta lusim Allahun që Allahu ta liron Gazën nga kjo e keqen, nga ky zullum. Çfarë qarta që kemi para nesh, ti lëm interesat e tona. Unë e di se dikush ka nevojë këtë, dikush ka nevojë atë, si cili kemi hallet e tona, si cili kemi gjunat e tona, shumë e mi vetëdijshëm. Ama sonte, me loçkën e zemrës, me bindje të thellë, e të fuqishme, të lusim Zotin e madh që Allahu këtë të lashe nga vëllezërit e tonë në Gaza dhe kudo që janë musliman, Allahu t'u largon. Zoti u bekoftë i vëdha çdo të mirë, Allahu na e pranov duat e na e pastrof njetet, walhamdulillahi rabbil alamin.